që vëmendin kjo, që i pëlqeu batonit, për shembull Velia si mjeshtër tekstësh ka një perë artistike. Para këtyre se shkojnë në burg. Ma nxirrni pak në ekran, do lexoj unë. Nxjerrni në ekran. Miq, një lajm i trishtuar na ka shokuar të gjithëve ne në PS. Natë e kaluar gruaja shtatzëne e kryetarit të sapozerit të Bashkisë së Kavajës, Elvis Roshi, u rrëmbyen në qendrën tregtare në Tiranë. Pasi është keq trajtuar barbarisht nga rrëmbyesit, ajo është dërguar në një vend të panjohur, ku i kanë hequr fëmijën. Në orën 4 të mëngjesit e mbuluar nga gjaku, zonja Roshi është lënë afër shtëpisë së saj në Kavaj, 50 kilometra larg kryeqytetit. Nuk ka ende një njoftim nga policia. Kavaj ka qenë zonë elektorale ku është zgjedhur Berisha deputet për 20 vjet. Socialistët fituan në Kavaj për herë të parë me 8 maj, dhe kjo është konsideruar si fitoria më simbolike e zgjedhjeve. Gjatë fushatës elektorale zoti Roshi dhe shtabi i tij kanë marrë kërcënime për shkak të garimit të tij për postën e kryetarit të bashkisë. Kreu i PS-s Edi Rama do të lëshojë një deklaratë shtypi pas një ore. Duke pasur parasysh rrethana shumë të rënda të situatës Kavaj, ky njoftim do jetë i shkurtër dhe për më shumë informacion politik do u japim nesër. Dhe këtë gjë na shkëputet nga tema. Prit. Faleminderit Erion. Dhe këtë gjë Erion Veliaj u anis të gjitha kancelariat perëndimore. Doli që zonja kishte futur jashtëku në bark dhe burri nuk e diçë që nuk ishte shtazën dhe Veliaj kohë nuk e tërhoqi dhe nuk bëri sqarimin. Ky ishte një prej teksteve më brillante të Erion Veliajt. Pa e thapa që po bëj ironi ka kjo me diskutim. Baton. Po nuk merret seriozisht. Erion Velis. Dgjoj, dalim